Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëj një kebab super fantastik të shpejt dhe të shijshëm që mund ta përdorni me çdo lloj gatimi që ju dëshironi dhe mund të mbushni qoftë një pite, hamburger, çfarë të dëshironi ju. Atëherë, për këtë kebab kam 1 kg mish të grirë, 2 lugë gjelle i kam me kos, kam 2 kokra qep të cilat i kam grirë shumë i imët, kam 2 selpin me hudhra dhe këto i kam grirë imët, kam 2 lugë me gjellë vaj ulliri, kam 1 lugë e gjysmë çaj, por të shesht, jo plot, rafsht, 1 lugë e gjysmë çaj tham me krip, kam gjysmë lugë piper, lugë çaj edhe ky, por përsëri rafshët, kam gjysmë lugë çaj me rigon dhe gjysmë lugë çaj e kam me paprika të ëmbël. Atëherë këto janë përbërësit. Do t'i shtojmë të gjithë përbërësit tek mishi i grirë, njëra pas tjetrës, shumë i thjesht, shumë i shpejt, e vendosim në furrë aty dhe mbarojmë punë, dhe mbi të gjitha është super i shijshëm. Edhe erëzat, ja shtojmë të gjitha, kjo ishte, do fillojmë dhe do t'i bëjmë përzierjen. Tham shtojmë të gjithë përbërësit, i bëjmë përzierjen dhe kjo është e gjitha. Do fillojmë do ta mbledhim pastaj dhe do ta fusim në furrë. Punohet edhe me lugë, se duke qenë që shtuam kosin, shtuam qepët, nuk është se ja shtrydh ujin që lëshojnë qepëve, ja lë sepse kebabi ka nevojë të jetë i lëngshëm. Mos të jetë aq shumë i fortë, po themi, prandaj nuk shtojmë bukë. Kjo është, siç e pat, nuk është se thash ka shumë punë, i bëjmë një përzierje të mirë, që të vënë të gjithë përbërësit gjithandej, t'i marrë erëzat mirë, dhe e kemi gati. Ky është kebabi, do ta ndajmë në 4 pjesë, në këtë mënyrë. Do marrim tavën, e vendos tavën aty. Këto do vendosim një letër fure, sepse do na ndihmoj që ta hapim kebabin. Shtojmë sasinë që neve kemi ndarë për njërën pjesë. Si fillim do ta hapim pak me dorë ose me lugë, s'ka rëndësi. Do t'i vendosim përsëri sipër një letër tjetër, në këtë mënyrë. Tash mund ta hapni si fillim pak me dorë, në këtë mënyrë, siç e shikoni, hapet shumë thjesht. Thjesht e shtyni me dorë dhe vazhdon dhe hapet. Me dorë tham hapet shumë mirë, por kemi dhe pecin që do ndihmohemi. Ky është peci trash. Dhe fillojmë dhe hapim në këtë mënyrë. Do ta hapim derisa ta çojmë te gjithë cepat e letrës, po themi. Ta hapim si një pecë katrore. E kam hapur pjesën e parë të kebabit, i heqim letrën e sipërme, dhe do fillojmë dhe do mbështjellim letrën që neve e kemi hapur. Në këtë mënyrë do fillojmë të ta palosim. Se sa të trasha, po themi, do t'i bëni një pjesën e kebabit, fletët që do ta vendosni është në dorën tuaj. Në përgjithësi, po themi te 2-3 gisht do të bëni palosjen, pjesën e palosjes po flasim.
në këtë mënyrë. Kjo ishte. Dhe do ta vëmë tek tava që neve do ta pjekim. Dhe tek tava që do ta pjekim, përsëri kemi vendosur letër kuzhine. Më falni, letër fure. Atëherë, letrën që i hoqëm nga sipër, nuk është se do ta hedhim poshtë, do ta përdorim për kebapin e dytë që do të bëjmë. Marrim përsëri një pjesë të kebapit. Përsëri një letër sipër. Në këtë mënyrë, dhe do fillojmë e sheshojmë një herë me dorë, dhe pastaj mund të vazhdoni me pec. Por dhe në qoftë se nuk keni pec, është shumë e thjeshtë që ta hapni edhe me dorë. Në këtë mënyrë. Thjesht duke e shtyr nga të gjitha anët. Do ta shtyni nga lart, në përcepa, dhe pastaj vazhdojmë nga poshtë. E kam përfunduar kebapët. Ky është i fundit. Do ta mbledhim edhe këtë. Si të tjerët. Kemi shtruar një letër fure. Nuk do t'i shtojmë as vaj dhe as gjë tjetër, do mjaftoj vaj që neve kemi shtuar brenda. E vendosim edhe të katërtin në tavë dhe i kemi gati. Atëherë fura normalisht e kemi ngrohur më përpara, e kemi të ndezur, do t'i pjek në 210 gradë për 30 deri 40 minuta, do t'i shikoni vetë pak a shumë. Po themi në fillim fillon edhe nxjerr atë ujin që nxjerr mishi grill kur fillon dhe piqet, po themi ose kur vendosni qoftet në furrë, nëse i piqni në furrë, në fillim fillon dhe lëshon pak lëng. Do filloj do nxjerrë lëngun e tepërt në fillim, pastaj do filloj do ta thaj avash avash dhe pak a shumë do ngeli pak si pak i ndyrë. Atëherë do ta kuptoni që janë pjekur. Mos prisni që të marrin faqe, se normalisht nuk është se marrin në një ngjyrë të theksuar, duke qenë që janë brenda letrës. Thjesht do thahet ai lëngu i tepërt që do lëshoj, po themi, dhe do ngelet shumë pak në fund si tip vaj. Nuk do ngelen me shumë lëng. Tham 210 gradë në 30-40 minuta. Kebapët janë pjekur, i kam nxjerrë nga fura, do fillojmë do t'i hapim. Dhe i kemi gati. I nxjerrim të gjitha letra. Janë gati, janë të pjekur. Pastaj, se si doni t'i prisni është në dorën tuaj. I kemi copa të mëdha. Varet se sa të mëdha apo të vogla doni. Kjo pjesa që duket çik më errët është gjithmonë anësore të kebapit. Aty ku e filloj me mbështjellin, pjesa që ngelet fillon dhe bëhet pak më errët. Duket pak më e pjekur. Do t'i prisni copa sipas dëshirës tuaj. Doni bëni copa të vogla fare, doni lëni copa pak më të mëdhaja, është sipas dëshirës. Kebapi tim është gati, ka përfunduar, siç e pati ishte super i thjeshtë, i shpejt dhe del me të vërtet me një shije speciale. E përgatisni për familjen tuaj dhe kënaqeni të gjithë. Mund ta përgatisni dhe të bëni mbushje sipas dëshirës tuaj. Provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.